Si e kalut? Po në këtu, Hektor Agalliu në e njitni? Po. Magaziner të ashtë. Ka shpenapë. Qa përnajtë të në? Ai bota faturët e lapës të makinës. Tu, gjërat nga koklaviten, jo pak. Sepse ne kishim parashikuar të takonin biznesmenin Mr. 60 milion. Ndërkohë që përfunduam tek faturisti betonjereve. Praktikisht një njeri pa eksperiencë në ndërtim, pa staf, pa mjete, pa histori biznesi, por që me vetdije të plot pranon të bëhet fasad e një emri të përfolur të sektorit të ndërtimit. Ky është pallati ku jeton zoti Agalliu dhe siç e shihni është ndërtuar nga kompania Salillari, E cila me sa duket krahas depozitave të karburantit i ka besuar edhe projektin e triportit të Vlorës. Zoti Agalliu, si jeni? Matilda nga Piranjat. Dhe të pyesja, pse mundoheni që në shtatë për të shkuar në punë te Salillari kur nuk jeni pse mundoheni si jeni pronari i koncesionit 6 milionë euro? Jam larg, jo. Si janë larg? Jeni ju, Hektor Agalliu? Jo. Po, unë e di shumë mirë që jeni ju si ju njoh. Po ideja është, jeni pronar vetëm letra apo jeni pronar i vërtet? Ke Po gatruar. pse sikletosësh, të lutem? Keni eksperiencë në ndërtim portesh apo thatë hajta provojmë një herë? Ikni zoj. Ju ka thënë zoti Salillari për ta futur emrin tuaj Nuk e në njoh listë apo jo? fare. Tu duhet të sqarojmë që zoti Agalliu është kunati i pëllum Salillarit. Nuk e njoh Po jeni fare. kunati ja, punoni Po jo. këtu, jetoni te shtëpia e Jo. tij, shkoni me makinën e tij në Jo. punë. Jo. Zoti Agalliu, po çfarë ke? Ke gabim. Kur të hapet porti jam kurioze, kush do ta presë shiritin? A e dini çfarë pasojash keni? Sa ko keni që merreni me këtë gjë? Zoti Agalliu, e dini pasojat apo qetëso. Zoti Agalliu e duket që e kishte me nxitim, kështu që le ta ndjekim për t'i bërë edhe pyetjet që na kanë mbetur. Zoti Agalliu, investimin me çfarë do ta mbuloni, me pensionin apo me rrogën si magazinier? Zoti Agalliu, të lutem një përgjigje, zoti Agalliu. Për herë të dytë, ky 68 vjeçar, fituesi i projektit, nga i cili të gjithë shqiptarët presin të ndërtojë portin e ri të Vlorës, u largua pas